Përshëndetje, unë jam Pëllum Trifka, jam me origjinë nga qyteti i Lushnjës, kam hapur një agroturizëm të vogël në Bregdetin e Semanit, prej 20 vjetësh, operoj këtu, vazhdoj të punoj me familjen time, kam një biznes familjar, kryesisht jam me prodhime deti, peshku, njala, kalamar, karkaleca, fruta deti, mes të këtyra kemi dhe larmishmërinë e mishrave, si viçi, gici, zogu fushës, pula e detit që është e sezonit, ofrojmë edhe gjëra të tjera në bretkos, kërmill, varet sipas sezonit. Gjatë gjithë vitit qëndroni të hapur? Gjatë gjithë vitit qëndrojmë të hapur, nga ora 11 deri në orën 9 të darkës, frekuentohet nga të gjithë zonat, nga Fieri, nga Lushnja dhe nga rrethet anë për qark, sepse çdo gjë ne e marrim të zonës, nga peshkatarët e zonës, nga bujqrit, nga fermerët që ndodhen këtu, edhe çdo gjë e kemi të zonës. Në cilën zonë gjendeni ju më saktësisht? Ne ndodhemi në Bregdetin e Semanit, afër Fierit, 15 km nga Fieri, pranë zonës së Semanit. Peshku në egër, lavraku në egër, njalat, luqe, galpuni, kemi kotë, kemi njalat, kalamari, njëgjen, karkaleci, prodhimet e mishit, viçi, brinjë gici, bërzolla gici, zogun e detit,